Venezuela dhe Shtetet e Bashkuara nisin dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Venezuela dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë hapat e parë drejt rivendosjes së lidhjeve diplomatike pas një mbastisje dramatike ushtarake javën e kaluar, e cila çoi në kapjen dhe rrëzimin e ish-presidentit venezuelian Nicolas Maduro dhe bashkëshortës së tij Cilia Flores. Venezuela njoftoi të premten se kishte nisur bisedimet me Shtetet e Bashkuara për rivendosjen e marrëdhënieve, ndërsa një ekip diplomatësh amerikanë dhe një detaj sigurie vizituan vendin e Amerikës së Jugut. Delegacioni ishte në Caracas për të bërë një vlerësim fillestar rreth rihapjes së mundshme të ambasadës amerikane në kryeqytetin e Venezuelës, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Qeveria presidentes përkohshme venezueliane Delcy Rodriguez, e cila shërbeu si zëvendëse e Maduros, deklaroi se ka vendosur të nisë një proces diplomatik eksplorues me qeverinë e Shtetit e Bashkuara që synon rivendosjen e misioneve diplomatike në të dy vendet. Rodriguez, e cila fillimisht e quajti vendimin e Shtetit e Bashkuara agresion i rënd kriminal dhe i palishëm, më vonë të lexoi se diplomacia e presidentit Donald Trump ishte mënyra më e mirë për të mbrojtur Venezuelën dhe për të siguruar kthimin e presidentit Maduro dhe zonjës Cilia Flores. Venezuela planifikon gjithashtu të dërgojë një delegacion në Washington, një vizitë që ka të ngjartë kërkoi heqje dorë nga sanksionet nga Departamenti i Thesarit të Shteteve të Bashkuara, ndërkohë presidenti Trump ka theksuar se faktorët kryesorë pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara në Venezuelë është qasja në rezervat e mëdha të naftës të vendit. Në një takim me shtëpinë e parë, Trump u kërkoi drejtuesve kryesorë të naftës të nisin investimet në Venezuelë, duke kërkuar një angazhim prej të paktën $100 miliardë. Ai paremëroi se kishte 25 kompani të tjera të gatshme të zinë vendin e tyre. Megjithatë, shefi ekzekutiv i Exxon Mobil, Darren Woods, u përgjigj me kujdes, duke thënë se kushtet ligjore dhe ekonomike aktuale të Venezuelës e bëjnë të pamundur investimin.